914 vendvotime shkojnë në rinumrim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim sot që të rinumrohen votat në 914 vendvotime. Në 10 komuna çdo vot do të kontrollohet, ndërsa në 28 të tjera do të rinumrohen 10% e vendvotimeve. Ky vendim erdhi pas gjetjeve të sekretariatit të KQZ-s që zbuloi mospërputhje mes votave të numëruara dhe fletvotimeve. Komunat ku do të rinumrohen në tërësi votat janë Dragash, Kaçanik, Leposaviç, Prizren, Skënderaj, Shtime, Ferizaj, Vushtri, Mamush dhe Raniluk. Kurse 28 komunat që do të rinumrohen vetëm 10% e vendvotimeve janë Deçan, Gjakov, Drenas, Gjilan, Istog, Klin, Fushkosov, Kamenic, Mitrovice Jugut, Lipjan, Novobërd, Obiliç, Rahovec, Pej, Podujev, Prishtin, Shtërpc, Suharek, Viti, Zubin Potok, Zveçan, Malishev, Jonik, Hani Elezit, Graçanic, Partesh, Klokot dhe Mitrovice Veriut. Rinumrimi i këtyre vendvotimeve do të nisë sot në orën 18. Për më shumë informacione, vazhdoni të qëndroni në telegrafi.com.